Vrau djalin 4 vjeçar të dashurit të saj, Njerka dënohet me burgim të përjetshëm. Babai tentoi të fshihte ngjarjen e rëndë. Një grua 32 vjeçare nga Irlanda e përshkruar si Njerka e keqe është dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e djalit 4 vjeçar të dashurit të saj. Babai i fëmijës 36 vjeçari John Paul Cornell ishte dënuar më parë me 7 vjet burg për rrezikim, neglizhencë dhe pengim të hetimeve, duke ditur ose duke besuar se Mekke kishte vrarë fëmijën. Sipas raportimeve, gjykatësi Paul McDermott vendosi që Mekke, pa vend banim të caktuar, të vuajë edhe 4 vjet e gjysmë muaj burg për 2 akuza të mizorisë ndaj fëmijëve gjatë javëve dhe muajve që çuan në vrasje. Dënimet do të zbatohen njëkohësisht me burgim të përjetshëm. Gjatë gjyqit u bë qartë se Mason kishte pësuar abuzime fizike për javë të tëra dhe ishte izoluar në dhomën e tij për 4 ditë përpara se Njerka ta godiste në mënyrë fatale. Ai kishte pësuar dëmtime të rënda, përfshirë një lëndim në bark që i shkaktoi shqyerjen e mëlçisë dhe lëndime në kokë, që secila mund të kishte shkaktuar vdekjen vet. Babai dhe Njerka e tij përpiqeshin të mashtronin profesionistët mjekësor për shkakun e dëmtimeve. Nëna e Mason, Elizabeth Coney, u shpreh jashtë gjykatës se asgjë nuk do t'ia kthej djalin e saj dhe përjetoi 5 vite të tmerrshme duke dëgjuar për abuzimet që i kishte përcjell fëmia i saj. Ajo e përshkroi djalin si një fëmijë të dashur, të zgjuar dhe plot kujdes, që solli shumë lumturi në jetën e familjes.